ditën e shtunë Partia Demokratike ka një protestë kombëtare që pretendon që mund sjell një rotacion të synuar për ta. Çfarë prisni nga kjo protestë? Nuk përbëjnë më as lajm dhe nuk përbëjnë më as interes për shoqërinë shqiptare. Këto historitë që do të rrëzojë qeverinë e Ramës ka filluar të paktën që nga 2022, kujtoj unë, që nga 2022, nga korrika 2022, ku arritën të bëni një miting, një protest në bulevard, fjala që kishte në gojë Sali Berisha ishte kjo: për 3 muaj do ta rrëzojmë. Për 3 muaj do të kemi qeveri teknike. Pastaj kaloi një artikullim tjetër. Do të bëjmë revolucion paqësor. Pastaj kaloi diçka tjetër tek mosbindja civile. E pastaj sa herë që bënte nga këto protestat, thoshte është dita e fundit e Edi Ramës. Nga 2022 deri sot ka kaluar plot 3 vjet e ca. 3 vjet e gjysmë. Dhe jo vetëm që Edi Rama nuk është rrëzuar prej Sali Berishës, por ka fituar edhe ca zgjedhje, edhe në ca zona ku dikur kanë qenë bastion Partisë Demokratike, Kuksi për shembull, në zgjedhjet lokale. U humbën zgjedhjet e 11 majit, u humbën zgjedhjet e 2023-shit, u humbën zgjedhjet e pjesme. Madje më turpshme ishte fakti që në zgjedhjet e pjesme në 5 bashki në 9 nëntor të vitit kaluar, nuk patën as guximin, as aftësinë, as kapacitetin të nxjerrin një kandidat, por u fshehen mbas kandidatëve gjasme të pavarur. Pra, përkundër fjalëve të mëdha, mashtrimeve të mëdha, se do ta rrëzojnë tani, do ta rrëzojnë pastaj, do ishte rrëzuar 20 herë deri tani me fjalë të Sali Berishës, rezultati në praktik ka treguar që Partia Demokratike ka rënë gjithmonë më keq me numra. Me numra, me artikulim politik, dhe veç të tjera është zhytur gjithmonë më tepër në marrëveshje publike apo edhe të heshtura me qeverinë. Sot është një pjesë e opozitës e komprometuar, e kapur. E për këtë arsye, edhe kjo ngjarja që në 24 apo kur e kanë protestën, dhe proteste madhe, nuk do të sjellë asgjë. Thjesht do të grumbullohen ca njerëz, do të vinë aty, do të bëjnë një xhiro bulevard, do të dëgjojnë fjalët e Sali Berishës të përhershmet, me gjas mund të hedhin ndonjë shashk, mund të ndezin në një zjarr. Pastaj do të ikin me bisht në shalë në shtëpi. Policia do të arrestojë disa prej tyre për prishje të qetësisë publike nga protestuesit që kanë fjalën, do t'i mbajë 2-3 ditë dhe pastaj do dalin edhe nga burgu. Ky është një film i stërpar dhe që nuk thot asgjë për atë se çfarë shqiptarët në fakt presin, dhe presin prej shumë kohësh. Ndaj ky është filmi as mos keni kërshëri, ja u përshkruan tani se çdo të ndodh në 24. Qartë, por ne shohim zoti Ali Beaj që opozita nuk është se bashkohet, ka shumë parti opozitare që bëjnë protesta të veçuara, por nuk arrin që të unifikohen. Pse ndodh kjo sipas jush? Sepse janë të pa unifikueshme. Sepse për çështjet kryesore që zgjedhësit kanë interes, pozicionet e tyre janë të kundërta. Ekzistenca në fakt e partive të reja, po e nis nga këto, pra ato mira votash që mori një partia Shqipëria bëhet, partia e zotit Shehaj, s'po përfshi këtu partinë e zotit Qori, po marrë këto dyja. Ekzistencën e tyre si subjekt politike kanë për faktin sepse dolën të paktën deri në 11 maj, u shfaqën deri në 11 maj, u shfaqën si parti antisistem, domethënë kundër të vjetrave. Pra dhe kundër Berishës, se kundër Ramës po e po. Ata që i votuan pikërisht për faktin se ata nuk e duan, nuk e mbështesin atë lloj politike dhe atë lloj qasje, atë trajektore politike që Sali Berisha ka mbajtur.
Tani të vish një ditë të bukur dhe t'ju kërkosh që të bashkohen, është si të thuash partive të reja, subjekteve të reja, që më mirë mbyllni qepenin dhe shkoni i rreshtoni atje tek Partia Demokratike, ku dhe ku ishin në fakt një pjesë e madhe e atyre zgjedhësve që votuan partitë e reja, apo jo. Dhe kjo është arsyeja e parë. Pra, partitë e reja, se këto kanë bërë protesta, mundësia dhe Shqipëria bëhet, nuk ka se si të mund të bashkohen me arsyen që çojnë në ekzistencën e tyre, që ishte dalja kundër Partisë Demokratike. Së dyti, po edhe për çështjet aktuale, me thënë drejtën, pozicionet e tyre me sa duket janë të kundërta, të paktën kështu shprehen. Pozicionin ndaj drejtësisë. Po nuk mundet që partitë e reja, të paktën kështu janë shprehur deri tani, të jenë në një tribun bashkë me Sali Berishën në mbështetje e drejtësisë. Tani o jenë mbështetje e drejtësisë, o jenë me të pandehurit e drejtësisë. Sali Berishën, Edi Ramën e me kompani. Njerëzit ka që kuptojnë. Njerëzit janë të qartë i pozicionet e njërit apo tjetrit. Ndaj është humbje kohe t'ju kërkosh bashkim këtyre subjekte politike të cilat janë të ndara. Ndarja sot, si unë e shoh, ndarja sot nuk është më e ndarja e majtë e djathtë diku, ku PS-ja pretendon të jetë e majtë, s'është e tillë. PD-ja pretendon të jetë e djathtë, s'është e tillë. Në fakt, kjo ka qenë hipokrizia e madhe politike e 30 e kusur vjeçare. Po sot ndarja është e vjetra, PS, PD, Rama, Berisha, që janë shumë, e thënë të drejtën, në numra në parlament, dhe e reja, të gjitha këto subjektet e reja. Dhe çudia e vetme që unë e kam, është se si ka mundësi që këto subjektet e reja me njëri tjetrin të mos bashkohen. Dhe jo me PD-n, sigurisht jo me PS-n. Këto nuk jam dot një zgjidhje, ndoshta edhe koha do ta tregoj, por se është e vetmja çudi që unë shoh deri në këtë moment. Edhe një pyetje të fundit, zoti Alibeaj, përflitet shumë për një qeveri teknike. A ndodh, a mund të ndodh në kushtet që ne jemi? Ka disa arsye se pse mund të ndodhë një qeveri teknike, që burojnë nga një shkak, në fakt. Shkaku është i njëjti, është i vetmi. Duhet që asnjëra parti të mos ketë shumicën absolute në parlament, pra të mos ketë të paktën 71 mandate. Pra, niset nga një premisë aritmetikore. Nëse një parti, ai grup partish, kanë së paku 71 mandate, e bëjnë qeverinë e tyre politike. Nuk vjen qeveri teknike, tranzitore, tekniciene, shjoni si doni. Tani, analiza është kjo. Pushteti sot, Partia Socialiste, Edi Rama ka 83 mandate. Unë nuk shoh që brenda ti 83 mandatësh apo brenda Partisë Socialiste të ketë rryma, shizma, përplasje publike, se të heshtura, po them unë që ka sa duash, po publike nuk ka. E përsa kohë situata është e tillë, qeveria do të vazhdojë kjo që është. Me shumë gjas, Edi Rama do të ndrojë ministra sa herë të doj, këtë doj, të shtoj, të paksoj, siç ka bërë në fakt në këto 3 vite. Ama ka një mundësi teorike që aty të ndodhë diçka. Që është pikërisht goditja që po vjen, si unë e shoh, nga drejtësia. Eksponent të lartë, zëvendës kryeministrja e vendit, është sot në procedim penal dhe në një kërkesë vërtet me gravitet, siç është heqja e imunitetit. Nga ana tjetër, kryeministri i vendit Edi Rama i ka dalë një gjoksin, ka mbron. Sigur t'ishte ai në fakt vërtet i pandehur, apo sigur masa heqjes së imunitetit t'i kërkohet atij. Pra këtu është e qartë që ka një përplasje frontale midis drejtësisë dhe qeverisë, dhe Partisë Socialiste, dhe Edi Ramës, për saktë, se do të jem korrekt, dhe Edi Ramës. E në këtë pikë nuk do më duket fare çudi që kjo përplasje që më sa duket po vjen të pacarohet,
se fillimisht u kuptua vetëm procedimi penal për zonjën Balluku, pastaj pezullimi nga detyra, dhe së fundmi edhe heqja e imunitetit, kërkohet arresti në burg ose në shtëpi. Dhe ne nuk e dim nëse ky procedim të mund të përfshi edhe vetë kryeministrin. Çështje të tilla si ajo e Akshit, dhe po kjo është zonjës Balluku, apo dhe çështje të tjera historike me Gani Gale, incineratorët e me radhë, ndoshta mund të jetë të tilla që dhe vetë kryeministrin ta vendosin në procedim penal, ndoshta edhe të kërkohet mas sigurimi. E në këtë pikë, nëse kjo ndodh, dhe kjo varet nga drejtësia, nuk varet nga askush tjetër, me shumë qas, kjo qeveri që është, nëse bie kryeministri, kjo qeveri që është, nuk vazhdon dot të ecë më tej. Se ç'ndodh pasandaj, a bëhet një qeveri tjetër e natyrës politike, me një kryeministër tjetër? A mund të jetë një qeveri tranzitore, teknike, një qeveri e përbashkët, se ndoshta mundet të bëhet qeveria me numrat në parlament, të duan që të kenë nevojën dhe këtyre të Partisë Demokratike të Sali Berishës, kjo nuk di ta them. Ajo çfarë di të them me siguri, di të them këtë që kryeministri i vendit, kryeministri i Shqipërisë, sot që tani që flasim, është një kurs përballje të fortë me drejtsinë, po pengon drejtsinë të bëjë punën e vet. Një bashkëpunëtore e vet, zonja Balluku, nuk po ja dorëzon drejtësisë. E në pikë, ajo që çfarë kërkohet nga drejtësia është që në qoftë se nuk dorëzohet zonja Balluku, shkaku sepse nuk dorëzohet që është zoti Rama, do duhet procedohet dhe ai për një sër procedimesh tjera. E në këtë pikë, kjo është një goditje me impakt politik, do të lërë gjurmë tek Partia Socialiste. Dhe nëse bie Edi Rama si kryeministër, ka rëndësi ka nëse është qeveri teknike, është tranzitore, është politike, apo është edhe vetë Partisë Socialiste, me që numrat i ka të bollshëm, për mua pak rëndësi ka. E rëndësishme do të ishte që në përplasje midis politikës dhe drejtësisë fiton drejtësia. Dhe ky është auguri më i mirë për qeverisjen në Shqipëri, për demokracinë, po dhe për shqiptarët. Qartë, zot Alibej, faleminderit shumë për analizën dhe prezencën tuaj. Faleminderit për mundësinë dhe ju uroj gjithë mirë atyre. Faleminderit.